Mirë, kthehemi në program, por para se të vazhdojmë diskutimin ton me një breaking news, besoj e dini që nga orët e hershme të pasdites në fusharën, në fshatin Porosh, 2 persona cilët janë identifikuar nga policia si potencialisht terrorist, fotot e tyre në Instagram apo në rrjetet sociale e sugjeronin këtë, megjithëse burimet janë ende pa konfirmuara. Këta 2 persona për orështër në fshatin Orosh në një shtëpi të braktisur i rezistuan forcave të RENEA, cilët me sa duket me informacione të themit konfirmuara i kanë ndjekur dhe i kanë rrethuar ata. Për orë të tëra është negociuar dorëzimi i tyre, me sa duket 2 të dyshuarit për terrorizëm janë dorëzuar, kjo pas negociatave disa orëshe të policisë, përfshirë dhe familjarët e tyre. Bleona Prengsaj, gazetare e Kronikës, është live nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Më mbroma Bleona, atëherë nëse mund na sjellësh shtrehat më të fundit nga kjo ngjarje e cila potencialisht me rëndjen e natës mund të ishte kthyer në diçka më shumë se thjesht përballje verbale mes forcave të RENEA-s dhe këtyre 2 personave të armatosur. Të përshëndes, pas shumë orësh në fakt tentativa në negociata e sipër janë vetë dorëzuar Julian Cumraku dhe Arben Uka. Këta të 2 të fundit janë vetë dorëzuar vetëm disa minuta më parë, ndërkohë aktualisht në vendin ku ato ishin strehuar prej disa kohësh, në fakt forcat e RENEA-s janë futur për kontroll në banesën e braktisur ku ndodheshin 2 personat, po bëhet kontrolle me qenë për të parë nëse ka patur armë apo eksploziv në këtë banesë. Kontrollet fillimisht kanë filluar nga policia e Pukës, ku kanë konstatuar 2 personat. Pas tentativave për negociata me këto persona për të vetë dorëzuar, policia e Pukës ka kërkuar mbështetje nga RENEA, por dhe nga forcat antiterrorit të Shkodrës. Tashmë për disa orësh vijonin në terren forcat e RENEA-s, ku më pas tentativave të para për të negociuar me këto persona, është bërë mundur edhe thirrja e të afërmëve të këtyre personave, përkatësisht bëhet me dije nga policia që personi i cili ka ndihmuar për të negociuar vetë dorëzimin e këtyre 2 personave ka qenë vëllai i Julian Cumrakut, ndërkohë këta të fundit do të shoqërohen në polici. Bëhet me dije në fakt, siç e kemi thënë dhe më përpara, që këto persona dyshohen të jenë pjesë e grupeve terroriste, kanë udhëtuar më parë drejt Sirisë, ndërkohë Arben Uka, i njohur ndryshe dhe si Hamza Uka, ka qenë ish ushtarak, ndërkohë ka patur, sipas informacioneve që ne kemi deri në këto momente, ka patur probleme të mëparshme me drejtësinë. Kujtojmë këtu që sipas informacioneve që ne kemi deri në këto momente, ky person ka qenë i dënuar më parë, në fakt ka patur prirje ekstremiste vite më parë, të cilat datojnë fillimisht në vitin 2019. Okej, Bleona, besoj që me kalimin e minutave do kemi informacione më të fundit për këtë ngjarje që për fat është mbyllur temi pa shkrepje armësh, por sigurisht mbeten pikpyetje të forta lidhur me themi me veprimtarinë e këtyre 2 personazheve, të cilët janë dëgjuar apo jo dhe sot pasdite të lëshojnë thirrje me sfond të theksuar fetar dhe terrorist, 2 persona të cilët kanë qenë edhe në Siri, pra që pa dhe nga emri të tyre, kanë ndryshuar dhe emrat dhe për më tepër vinë nga njëri për tyre spaku me një background ushtarak. Bleona Prengsaj nga Drejtoria e Policisë për këtë ngjarje e cila vijon të zhvillohet. Pra lajmi mirë që ata 2 tashmë janë dorëzuar pa shkrepur asnjë armë në drejtim të policisë. Kthehemi temës tonë. Brisita, sigurisht pritet një mbledhje e gjykatës kushtetuese, e cila pritet të shërtoj padinë e kryeministrit lidhur me ato që ja quan kalim kapërcimi kompetencave kushtetuese nga një pushteti tjetër, nga drejtësia tek ekzekutivi, tek legislativi apo tek presidenti, siç tha ai në fjalën që ai mbajti në prezencë të komisioneres së zgjerimit Marta Kos. Presioni temi është shtuar sot nga Partia Demokratike, nga zoti Bardhi, i cili temi deri diku presioni që i ka bërë antarëve të gjykatës kushtetuese është për të vënë ata në pozitën që mos marrin një vendim që të mbështesi politikisht kreun e mazhorantës. Ama në këtë lloj situate, precedenti që kërkon Rama të hapi me këtë kushtetuese hapi precedent apo në një rast tillë. Sido që të shkoj puna, do hapi një precedent i ri që
o gjykata dhe prokuroria e korrupsionit do të vendosë cili është ministër, zëvendës kryeministër, ndoshta edhe kryeministër, ose për herë të parë do të kemi vendosjen e një vije të qartë për shkak të raporteve të reja që janë vendosur midis pushteteve në Shqipëri pas reformës në drejtësi. Por pse mendoni që temi zoti Bardhi bëri këtë lloj presioni sot, i cili në fakt i intereson gjithë klasës politikës, i intereson vetëm njerëz palë? E dim shumë mirë që politika shqiptare nuk është se mund ta ndash e majt e djathtë, është një grumbullim interesash që nuk është se gjoja kanë moral ose kanë cip që për të arritur atë që duan gjoja tuan kanë mbajnë anën e moralit. Unë mendoj që për faktorizojmë pak zotin Bardhi, nuk besoj se ka aq shpesh, mendimi im, opinionin personal. Sepse kam parë që edhe vetë Berisha nuk ja ka besë, pavarësisht se mund ta ketë bërë kryetar grupit parlamentar. Ai edhe Berishës ja ka pasur me hilen gjatë rrugtimit të tij, u bashkua vetëm kur varka e zotit Basha mori ujë, duket një njeri pragmatist edhe pa burrëri. Edhe këtë nuk më të besoj se me një status ose më shumë mund të druhesha intrigave që mund të bëj se sa statuseve dhe gjërave që bën kështu. Sa për gjykatën kushtetuese, fakti që del publikisht them unë, i bie që intrigave u shmbyllur dera nga të gjitha palët. Por presioni ishte publik sot. Partia Socialiste nuk e ka nga Partia Demokratike. Unë ja kam thënë shpesh herë këtu. Amikun më të madh Partia Socialiste ka brenda radhëve të saj. Ka intrigat, klanet, hakmarrjet, është një bashkësi personash që i lidh imoraliteti dhe interesat, dhe jo idealizmi, dhe jo çka përfaqëson e majta ideale, sepse nuk po them që e majta para 90-s ishte e majtës. Nuk të bën emri të majta e nuk bën emri të djathtë. Kurse sa për gjykatën kushtetuese, duke qenë që për zotin Veliaj unë e quaj ta një vendim politik në favor të tij, më shumë për pjesën e detyrës, sepse ai problemet i ka shumë të hapura me SPAK-un dhe aty nuk besoj se mund të dalë ose mund të ketë çlirim qoftë edhe penal edhe moral. Por atë lojë që bën ai, sepse Belia është mjeshtër i butaforisë dhe i shout, por mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese do jetë vendim prap politik. Nuk besoj se pak janë veta në gjykatë kushtetuese që kanë integritetin, dinjitetin edhe pavarësinë karakteriale nga qelbi i politikës shqiptare. Në fakt, sot kemi edhe zhbetuar dhe antari i ri i gjykatës kushtetuese zoti Vokshi dhe zonja Qeferllari është in charge derisa gjykata kushtetuese ta zgjedhë si antare më e vjetër e kësaj gjykate. Ali Bea, a ka një bazë për te debateve politike dhe sigurisht tensioneve të forta edhe për shkak të temi fakti që është figura e dytë e qeverisë është në lojë. Pra loja është shumë politike, nuk është më thjesht. Loja është shumë politike, le ta themi. A ka një bazë, a ka një logjik kushtetuese pa dia kryeministri? Shtera e parë, me sa më montun, faktë në rastin e qeverisë së Rama, shtera e parë që kryeministri shkon para gjykatës kushtetuese. Nuk më rezulton, i thras memores tani dhe nuk më rezulton që të ketë shkuar në rastet tjera. Do duhet pritur se çfarë gjykata kushtetuese do thotë. Sigurisht. Kjo është e para. S'mund bëjmë asnjë lloj amendësimi sepse shumë shpejt mund bjem në spekullime, mund bjem edhe në tifozeri të papërshtatshme. Por mund të themi dy gjëra të thjeshta nisur nga e shkuara, vetëm kaq. E ngjashme, kam përshtypjen, mbase jo identike, e ngjashme ka qenë rasti kur u kërkua heqja e imunitetit Sali Berishës. Mbani mend, pati edhe një kërkesë në atë kohë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kërkonin e gjykata kushtetuese, duke anashkaluar rrugën normale të ankimit në gjykatë apeli, gjykatë lartë, e më pas, gjykatë kushtetuese kërkoni një rrugë të shkurt. Dihet se si ishte përfundimi. E para kjo. E dyta. Vetëm në këtë mes kemi pastaj dalim te vendimi për Veliaj, nëse këtu hapi një debat, por gjykata kushtetuese mund ta shpjegoj edhe atë, jo, s'ka lidhje, janë dy gjëra të ndryshme, por mund ta them edhe atë. E dyta. Për këdo
që mas edhe mund të mos ketë shumë njohuri nga drejta kushtetuese e me radhë, një gjë është e thjeshtë. Njeriu i cili është, ose që pretendon që të jetë i cënuar në të drejtat e veta është Zonja Balluku. Është në procedim, është në mas e me radhë. Dhe rregulli i gjykatave, i sistemit gjyqësor është ai që pretendon të jetë i cënuar. Po s'është pjesë e sistemit gjyqësor gjykata kushtetuese, dhe këtu duhet të jemi korrekt. Është i njëjti rregull. Këtë më lër të ta them. Se me reformën zgjedhata me një formë. Dhe pyetja tjetër është përse Edi Rama merr përsipër të futet në betejë. Kjo është betejë. Juve thatë numri 2, jo në fakt, kjo është betejë numrit 1. Padini në bërë Edi Rama. Pra është betejë. Pasë nesër spaku mund të shkojmë me një kërkesë dhe të kërkojë një mas për kryeministrin. Pra, po nuk është ky rasti. Logjike kjo? Nuk është ky rasti. Pra, kjo ndërfutja brutale për mendimin tim e kryeministrit. Pse nuk thotë kur ai ka bërë një padi? Ka drejt bëj një padi? Ai ka të drejt bëj një padi, po që të bëj një padi, çështja është do duhet të ndihet aktualisht i cënuar. Ose pastaj ai mendon që mund të cënohet në të ardhmen. Po normalisht pse jo? Kjo e demaskon pozicionin e Ramës. Kjo është diskutim politik. Unë po flas nga bipamja kushtetuese. Fakti që ka temi që ai bën një padi dhe thot po më vjen to tek dera ime, tek kompetencat, ai e tha veçën. Ai tha, mori kompetencat e mia, mori kompetencat e kuvendit, mori kompetencat e se di çka kompetencë ka marrë me thënë të drejtën, po presidentit. Ai këtë ka thënë. Që ta bëj ai qeverinë. Mund të bëj një parantezë këtu. Qeveria, kur them qeveria, pra edhe ministrat nuk mund të konsiderohen që janë pronë e kryeministrit. Jo, po kanë një imunitet si deputeti zgjedhur. Kjo është tjetër gjë, pastaj po dua të them këtë. Nuk jam pronë. Madje unë të them gjë tjetër, sipas opinionit tim, që ministri vetë është figurë kushtetuese autonome ndaj kryeministrit. Ja, s'është vërtet. Ndjes. Më pyete si njohës modesti kushtetues? Jo, më fal. Ky është opinioni im. Ti je më shumë se njohës modest. Ky është opinioni im. Ti je njohës modest jam unë. Po ne gjithë e dim që pushteti ekzekutiv është një, është kryeministri dhe ministrat janë zgjatimet e dim gabim. Madje e dim nga fakti se kështu është bërë në Shqipëri. Njëshi bën gjithçka. Në fakt kushtetuta që kemi miratuar ne thot një gjë fare të thjeshtë. Kryeministri nuk është ai që bën gjithçka. Jo, është vetëm një moderator, një primus inter pares mes ministrave. Ti ke qenë ministër vet. E zëm që ti ke pasur një debate me zotin Berisha që unë e dyshoj për shkak të natyrës zotit Berisha. Por nëse ti ke patur. Nëse ti ke patur. Është votuar një herë këshillë ministre? Ja, po ta them unë se si është. Pra çdo gjë. Na thuaj të vërtetën edhe. Vërtetën prapë. Çdo gjë. Po, keni votuar. Unë kam aq kurajo intelektuale për të thënë këtë gjë. Po ta them unë. Çdo gjë që ishte nën ministrinë e drejtësisë kur isha unë. Dhe fare hapur, bëhej çfarë vendosja unë. Dhe unë e them këtu. Ai nuk ndërhynte tek mënyra e zbatimit të programit qeveritar. E zbatimit, pra. Po të programit qeveritar, po, se ty nuk janë ministra privat. Dakor. E vetë pjegje që i përbashkonte është programit qeveritar. Një vendim kryeministrit? Jo, nuk e konteston. Okej. Këtu marrë diskutime. Po nuk ishte, po vendimet e mia, apo janë vendimet, një minutë. Ti ke zbatuar vendimet e qeverisë. Nëse do ta thuash kështu, hajde dalim te kjo, po them. Po pra, ti ke zbatuar vendimet e qeverisë, ai nuk do të rritet se prandaj të shkon në punë. Po them gjën tjetër. Po po them, ju vetë kontestoni dot një vendim kryeministri. Po vendimet e kryeministrit, ministri nuk i konteston dot vendimet e kryeministrit, sepse s'ka drejt. S'ka drejt pra. Por as vendimet e ministrit. Ku është autonomia këtu? Po them pra, as vendimet e ministrit sipas kushtetutës së patjetër. Nuk i konteston dot kryeministri. Si ta kontestoj kur ai ka vetëm një gjë, ka vetëm një gjë. Bën politikën, miraton programin, emëron ministrat dhe vetëm në rastin kur ta nuk performojnë, vetëm atëherë ka të drejtën ti shkarkoj. Dy gjëra ka. O i emëron, o i shkarkon. Ose i shkarkon gjykata Ajo, se nuk është shkarkuar. Tani
dhe të jemi korrekt. Pezullu. Ajo se, ashtu, pezullimi është diçka tjetër. Zonja Balluku është ende sot zëvendës kryeministër edhe ministër. Është pezulluar për një akt të natyrës juridike, gjyqësore. A mund kontestohet kjo? Është de jure, po de facto nuk është. Nuk mund ta. Atëherë, modestisht mund t'jap vetëm këtë këshill, mund të kontestohet, po me këtë procedurë. Procedurën që kanë bërë të tjerët më. Ankohesh në apel, ankohesh në gjykatë të lartë, dhe vetëm pasi e zauron rrugën gjyqësore, sepse çështja është gjyqësore, atëherë mund të shkoj ajo vetë. Prandaj u thashë, pyetja është pse futet Rama si fandis pati? Unë kam një ide. Ai mendon, Unë kam një ide. kam përshtypjen mendon që tashmë ka ardhur ke pragu, se ky është zgjidhja vetme. Ajo po, se interpreton ti politikisht, por nëse e heqim mundohemi ta zbejmë vlerën politike, ta lejmë në akt politik. Apo tenton Rama të hapi një precedent në këtë rast. Po mendoj që ai më shumë ka hallin e tij se sa të zonjës Balluku. Edhe ju e keni me ngarkesa personale. Këtë e thash veti pari. Ideja është tu, se sigurisht unë e thash në editorial, po doni merrni dëgjoni editorialin. Puna është nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese, apo tenton kryeministri shiko, nëse deri dje thonit që me Berishën do përdorim komisionin Xhafa për të reformuar drejtësinë. Kësaj radhe mos po e çojmë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që të jetë gjykata kushtetuese dhe rightfully so thonë anglezët. Pra, me drejt, gjykata kushtetuese ta vendosi mirë apo keq, çon si ka, në favor apo jo të Ramës, po ta vendosi ajo nëse ka të drejtë Rama, pra nëse ka të drejtë ekzekutivi, politika, apo ka të drejtë gjyqësori mbi politikë. Situata ka ecur aq shpejt sa që Ramas nuk i pret puna me komisionin Xhafaj, se thashë edhe brenda Partisë Socialiste, edhe ky komision që thoni ju, patjetër që ka anësinë e tij dhe nuk besoj se është krau i pastër i Ramës, dhe unë mendoj që Rama është gjetur para një situate shamat, prandaj është detyruar të shkojë drejt në gjykatë kushtetuese, dhe deklaratat që mbajti pardje mua nuk më pëlqyen, sepse unë kam thënë gjithmonë që jam haptas në krah të Spakut dhe kam thënë që Spaku do shkruaj vërtet historinë e politikës shqiptare. Rama nuk e ka parashikuar të dilte situata nga dora, sepse është përpjekur gjithmonë të ketë një menaxhim. Ti dali nga dora apo ka kuptuar që ndoshta duhet ta kishte çik dorë më shumë brenda? Jo, i ka dalë nga dora sepse nuk mendoj se është vetëm pjesë e Spakut, ka edhe elemente të tjerë që ai nuk arrin dot t'i kontrollojë. Për shembull? Qoftë të Partisë Socialiste, por qoftë ndoshta edhe në një faktor ndërkombëtar që ka një vizion të caktuar për ndrimin e klasës politike shqiptare. Dhe duke qenë që është një klasë politike që nuk i përfaqëson më shqiptarët dhe nuk do të largohet, por përpiqen. Tani e kuptuam lojën e zotit Barti. Ky që ka eriu që duhet na zëvendësoj politikën shqiptare. Besoj se unë e folëm që para kur ishte pushimi, nëse ikën Berisha, Partia Demokratike është një tokë e djegur. Nuk besoj se mund të ketë asnjë që ta arrit ta mbledhë, sepse ai e ka vrarë aq shumë Berisha, e ka vrarë aq shumë shpirtin e asaj partie, sa që është pak kthim mbrapa. Okej, mirë, unë ju falenderoj që ishëm me mua, faleminderit Prisita, faleminderit Engelet, faleminderit Martin, faleminderit Roland për këtë bisedë që sigurisht do vazhdon. Në fakt, tema është shumë e nxehtë, pikërisht dërgimi i padisë së kryeministrit në gjykatën kushtetuese do jetë temë e cila do të diskutohet edhe në sondazhin ton Zëri shqiptarëve sot në orën 22. Po jap një test vogël. Po jap një test përgjigjen e pyetjes parë, si e vlerësoni mendimin e GKO-s për pezullimin e numrit 2 të qeverisë. Të shikoni rezultatet. Rezultatet janë shumë afër njëri me tjetrin, 44.2% e quajnë ndërhyrje pa drejtë në pushtetin ekzekutiv, ndërkohë që 43.8% e quajnë të drejtë, 12% janë të dyzuar. Por surprizat janë sonte në orën 22 tek Zëri shqiptarëve. Shihemi atëherë, ndërkohë që ndroni me Sali Doçhin dhe me Europort këtu në ABC News.